Po ngoj bre këta të opozitës në për debate televizive, edhe po tham, qysh sillen ata të mërmenja që i kam fitu 70%, 80%. Belini natë dëshuva, thash mos pa hira, din thash shkojt këshyri, ato në këqëzë, mos kanë ka përcy 70%, LDK-a, PDK-a, AK-a, thash, s'po dje tash, se që shpo folin ata në për televizionet të mërmenja, apo arrojnë që i kanë, veç ka kanë 20%, 18% e tjetra i ka 4%, anë këta PDK-s, anti-UQK, kur po thoj, krejt kush janë me Albinin janë anti-UQK-s, këta komandantat, këta hajnat, ku në hem, qysh në akuzojnë, na jena me shki, na jena kështu, na jena kështu, ta është vetë me veti, pa janë bre qëta që mas pari janë akuzu këta komandantat me zveti. Këta janë konë bashkë Lima, Thaçi, Jakub Krasniqi, deri sa më rritën Jakupit i theshin Jakupovski, Limës në tjetër nëmë i theshin Zagari Malishevës, ati Haradinaj aja pa gju ato farhartat PDK-s e shabë nëmë në babë e në tanat zezat. Ta është ty kur ti nin të folë, thojnë, ja, tjerët janë anti-UQK, se na jena taman me UQK. Para një bre që tash YouTube-i pimon men krejt qka kini folë, qka kini bon, vesh mjaftën me hi me shkru ato, edhe ta qëtë videon kër e ke shoh hashimin, e kër e ke shoh ata, e kër e ke shoh këta, kër e ke shoh gjithë shka që kini bon, krejt janë të regjistrume. Mos mendoni që ato janë shly, pse keni folë para 6 vjetë, pse keni bon një hajni para 7 vjetë edhe janë harru. Jo bre, nuk s'mujnë më harru. Sot e ngova një video Bebe Kajtazit, i njajti gazetar që 20 vjetë që mirët me qëto punë për shembull, pra një 6-7 vjetë e theke, ashtë më tha që mundet me shku më akuzu në gjykatën e Hagës, për kryetar të krimit organizum, për vrasje, për kidnapime, për ato. Thash, këshëre, këta vet i din krejt këto sene, din. Tash dalin kundra që aty në fjallëve që i kanë thonë vetë, se si kena thonë na, i kanë thonë që tatë njëjtit njerëz, që sot dhe akuzojnë tjertë që janë kundra UQK-s. Po jo me paskon me UQK-n, mas pari bre nuk o dasht me votu gjykatën speciale, mo qu krejt veteranët, 60.000 veteranë, mo qu me pas dalë demonstrat 60.000 veteranë, po s'kesh guzu kur kush me nënshkru. Sot po thoni, ja, nena, ja knena, ja, na jem organizatat e veteranëve, na kështu, na ashtu, nuk shkani kja politikë, kështu, nuk banë. Këto janë mashtrime që po mundoj me nashit neve, po s'muni me nashit neve. Ashtë e kodë. Nuk muni. Hajnia që u bon Kosovë dhe dhevin ja keni vijel Kosovës, sot po thëni jo, po na kena bon. Shka ke bon? Hajtë, veç kalzëm, shka ke bon? Ndil në televizor të shka ku bon? Përveç hajnive, ka 50 milion në autostrada nena, ka keni mujt i keni vijel. Shka keni bon tjetër sa? Hajtë. Një asfalt e keni shtru, ka 7 herë e keni shtru. A një herë u shtru, po 7 herë keni marrë parët për qatë asfalt. Të vjedhë. Jo po knena, jo po knena. Unë e di që edhe të Albini ka hajna së dush. Po një e ditë sigurt dhe që tash që me vedije të Albinit hajni nuk gëzën më bon. Që se Albini nuk e din, dikush ka me shfrytzu rastin edhe ka me vjedhë. Ato jam i sigur se në gjak e kem hajnien. Tash, kur ja kena besu edhe jetën që ty një komandanta, edhe këta dalin ma hajna se këta të LDK-s, komunistat të LDK-s, tash, qka pritet edhe për tjerve? Normal që ka gjithë kënë hajna. Po, një ditë sigur që me Albinin nuk i nëshën të hajna. Kur? Ato harrëne këtë punë se Albini nuk i lem, për që të nëzën, aja predurt, nuk ka, aja drejtit burgeqen. Nuk e veta ja nena, ja knena.
hajnien se dorën, se vetë nuk është hajnë. Që mundet dikush me shfrytzu rastin, e shfrytëzon edhe ka me vjedh. Ama me djenit Albinit, këto sene nuk ndodhen. Qysh ka ndodhë me djenit këtyne tjerve, që hajnia u nisë prej pesnaltit, prej kryetarit partijës e të poshtë, të Albini jo, të Albini mundet me vjedh në ajo poshtë atje, desa të nxonjë, kur të nxonjë të ne që ndurët për pjetë edhe, ama hajnia në Albini nuk e doren. Ja, ato t'jem sigur që nuk e doren hajnien.